Përplasja politike që po ndodh aktualisht në Serbi është përplasje midis shovinizmit liberal të Vučićit dhe shovinizmit radikal të opozitës. Po të shohësh flamujt që ata përdorin në gjitha, pra flamujt e Serbisë kanë edhe Kosovën brenda, që përdorin protestuesit, dhe ka dhe flamujt e Serbisë me Draža Mihajlovićin, me kryetarin e çetnikëve serb. Dhe të vetmit flamujt që shef aty janë flamujt serb, flamuj grek dhe flamuj rus. Flamujt të tjerë nuk ka. Pra nuk ka asnjë flamur të Bashkimit Evropian përveç të Greqisë, për shkak se prej vitit 94, kur Miloševići ishte në vizitë në Greqi, bëri atë lidhjen që ata e quajnë lidhja e shenjtë midis serbëve dhe grekëve kundër shqiptarëve, pra lidhjen ortodokse. Për shkak se jemi dy vende ortodokse, me Fshesaxhiun, që është Mitsotakis, babai i këtij Mitsotakis sot, atëherë bëri marrëveshjen. Pra them Fshesaxhiu sepse është ai që organizoi operacionin Fshesa, prandaj e quaj Fshesaxhiu. Nuk ka, çfarë lloj ndryshimi, jam dakord me zotin. Para kuptohet në fillim, po. Jam dakord me zotin Kresafi që nuk ka për të pasur asnjë ndryshim në raport me neve, pra në raport me ne problemet do të jenë më të mëdha për arsye se këta janë që duan të vinë janë më radikal, kërkojnë një qeveri më përgjegjshme dhe më transparente. Nëse janë më radikal ndryshon? Jo, nuk ndryshon. Pra qëndrimi tyre do të vazhdojë të mbetet ky që është. Pra nuk është ata do të bëjnë luftë. Jo, nuk do të bëhet me jegër, nuk mund të bëhet me jegër ndaj Kosovës, mund të bëhet me jegër ndaj Bashkimit Evropian për të kërkuar koncesione të ndryshme për interesat e tyre,